Të nderuar pjesëmarrës, për lumëzoria të Joani, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, të nderuar kryetar komuniteteve fetare të vendit dhe përfaqësues të tyre, të nderuar kolegë, miq dhe të ftuar. Zhvillimi i konferencës shkencore ndërkombëtare Shqipëria në periudhën bizantine këtu në Tiranë më jep këtë mundësi dhe kënaqësi për të përshëndetur në emër të Akademisë Shkencave dhe për të uruar mirëseardhje në këtë tubim të rëndësishëm shkencor, i pari që organizohet në këto përmasa dhe në këtë nivel në Shqipëri. Merit kjo e të gjithë institucioneve që kanë kontribuar në përgatitjen e kësaj konference, e Komisioni Shkencor dhe Organizativ, si dhe të gjithë studiusve që do të referojnë, në veçanti e kolegëve pjesëmarrës në vendet e tjera, të cilëve ju urojmë një mirëseardhje të posaçme. Kjo konferencë për në natyrë është një qasje shumë dimensionale shkencore, ku ndërthuren disiplina ndryshme si historia, arkeologjia, arti, arkitektura, paleografia dhe epigrafia, kultura shpirtërore dhe jurisprudenca bizantine. Në këtë mjedis shkencor multidisciplinar, studius në më të mirët, vendas dhe tuaj, dhe të bëjmë përpjekje që të rindërtojnë tablone përgjithshme të botës shqiptare në universin bizantin, përmes analizave, prurjeve dhe përfundime originale dhe qasjeve të reja metodologjike. Konferenca përbën një kontribut të rëndësishëm për njohjen e rolit trojave shqiptare si urë komunikimi midis qytetërimeve, por në veçanti si një hapësirë veprimi intensiv i dy perandorive të mëdha të kohës, Bizantit dhe Romës apo lindjes dhe perëndimit. Trojet të cilat nuk kanë qenë thjesht një periferi, por një faktor strategjik në ndërmjetësimit dhe dialogu kulturor. Një linje pa ndërprerje qytetërimi nga koha romake të ajo bizantine dhe pas bizantine deri më sot. Gama e gjerë e monumenteve, ndërtimeve, mozaikve, vulave liturgjike, ikonave, kodikve, që gjenden Butrin, Lin, Durrës, Boskopoj, Berat, Shkodër, Rodon, Stegopul, Mesopotam, Peshkëpi e tjera, janë dëshmi të kësaj vazhdimësie. Synimi i kësaj konference nuk është thjesht e vetëm për kultojmë periudhën bizantine në historinë shqiptare, por të nënvizoj se ajo është një shtres e thellë e identitet historik, shpirtëror e kulturor të tyre. Në vëmendje të konferencës janë edhe trashëgimia shpirtërore, vitaliteti, mbjetesa dhe përshtatja e saj në shekuj, roli i muzikës bizantine dhe i shenjtorëve shqiptar në traditën psaltike, kultin e shenjtorëve dhe vazhdimsinë e riteve liturgjike, si dhe ndikimi i traditës bizantine në Komitetin Ortodoks Shqiptar dhe në arbëresht të Italisë. Ne vlerësojmë këtë konferencë si një dialog mes brezave të studiusve, të autoriteteve shkencore minora dhe atyre më të rinj, si një dëshmi e njohurive të reja të nevojshme për përcaktuar më mirë pozitën e Shqipërisë në studimet bizantine evropiane, jo thjesht e pak të si një analizë retrospektive. Konferenca krahas poshtit saj shpikatur akademik është edhe një ngjarje e rëndësishme kulturore kombëtare. Ajo, së bashku me ekspozitën kodikën bizantin dhe pas bizantin Shqipëri, me koncertin dhe muzikën bizantine dhe me prezantimin e monumenteve në posterat shkencor, do shndrojë një promovues e mirëfill e trashëgimisë bizantine të shqiptarë. Në përfundim, në emër të Akademisë Shkencave, ju shpreh edhe një herë falënderimet më të përzemërta të gjithë studiusve për kontributet e tyre të çmuara që kanë sjellë në këtë konferencë, si dhe gjithë institucionet tjera bashkëpunuese në realizimin e këtij projekti të rëndësishëm shkencor. Uroj dhe shpresoj që kjo konferencë me rritjet e saj pasuroj edhe më shumë fondin e studime akademike për Shqipërinë,
në këtë periudhë dhe të zënë një vend të merituar në trashëgiminë shkencore të studimeve bizantine. Ju falenderoj dhe punimet të mbarë. The